Aktiviteti fizik si pjesë thelbësore e kujdesit shëndetësor dhe parandalimit të sëmundjeve ishte tema e konferencës së parë kombëtare e Exercises Medicine Albania. Kjo konferencë erdhi si partneritet e Universitetit të Shkodrës Luigi Guaraguçi, Universitetit të Sporteve Tiranë dhe Exercise Medicine. Ne të jemi shumë koshient, njohës dhe një bashkëpunues për aspektin që ne jemi ndërtuar. Shpesh mjekët e përdorin shprehjen duhet të bësh aktivitet fizik ndaj një obezi, të organizu konferenca e parë e Exercise Medicine në bashkëpunim me partneritet me Universitetin e Tiranës dhe Universitetin e Shkodrës. Ishin të ftuar dhe presidenti Exercise Medicine Europe dhe Exercise Medicine, presidenti Exercise Medicine Italy. Ishte një kënaqësi për me organizu një event tillë, si shtatë edhe ju, me pjesëmarrjen e disa autoriteteve, ndër tjera do të theksoj edhe dekanën e Fakultetit Mjekësisë, po ashtu dhe personalitetet ndryshme të botës së sportit, pasi qëllimi pikërisht i këtij aktiviteti është krijojmë lidhja ura lidhëse nëpërmjet profesionistëve si mjek, fizioterapista dhe profesionistët të aktivitetit fizik. Kjo konferencë përfaqëson një hap të rëndësishëm për shëndetin publik në Shqipëri dhe synon të krijojë ura bashkëpunimi midis mjekëve, fizioterapistëve, trajnerëve të aktivitetit fizik, institucioneve akademike dhe autoriteteve publike për të ndërtuar një qasje të integruar ndaj parandalimit dhe trajtimit të sëmundjeve jo të transmetueshme.